spontanitet, nuk ka gjenerata se tilla, nuk që është një kolegën specialist i stomatologjisë në Zvicër, Indiri Osmane Gjabdyli, doktor Seledin Boshnjaku, Ali Sefa, Besnik Stavileci, Anand Sanhasi, edhe shok Besim Hadri, Zonëndeva është Indiri e mes me flokët pak gështeni. Pa. Gjithmonë atë kohë bëjshim gara sepse në u lejo ke mbajtja pak e flokëve më të gjatë, po që fëmijët sot qeshin për këto stile sepse nuk i flen hatër një mod. Ka qenë një kohë kur ke qenë trend me kohën. Pantollat, shiz në fund edhe flokët e gjata kanë stil. I rinisë na njefshin si gjimnazista. Edhe shëtitja me shoqe, thon Korzo, këto janë të paharrueshme. Korzo ka pas specifikën e vet, ha? Defile pak edhe të veshurit edhe rinisi edhe kush me kanë ka dëshirë më lidhë, mu taku pak e të më ndru shiqimet, të më ndru në i prekje dora, se diçka tjetër diçka shumë... Deri në sa herë ishte kjo defileja? Deri sot lodhës. Ku e kishte nisjen? Këtu te hoteli? Po? Kose festa vishke edhe ma poshtë deri të Banatore ka qenë para rrugës Serbe. Edhe deri tek shtëpia Mallrave tash tek se në një farë formë ka qenë një pik takimi për të rinjtë. Po, plotësisht. Pik referuese ku me pa njëri tjetrin. Po, qaq një edukat kemi qenë thjesht trajnun, sa që në qytet kur e shishim që në anën e tjetër të trotuarit është profesor i gjuhës shqipe, atëherë na u skajëshim prej frikës, prej autoritetit mos na dëshë që jemi në rrugë.